Nisma më mirë për Tetovën rikthehet në garën zgjedhore me Agron Arifi në krye të listës së Këshillit Komunal. Një nismë e pavarur e cila fitoi besimin e qytetarëve në vitin 2021 me mbi 2800 vota dhe 2 ulse në Këshillin Komunal. Një grup të rinj të cilët kërkojnë të jenë pjesë e Këshillit Komunal dhe zëri i qytetarëve. Dorën në zemër ishin këshilltarët më aktiv dhe më transparent. Të gjithë pagat i shpenzuan për nevojat e qytetit dhe një pjesë të shportave për mbetorina janë vulë e tyre. Por pyetja që shtrohet është e thjeshtë. A do të arrijë MMPT, siç e thrasim shkurt, të jetë pjesë e vendimarrjes dhe çelës i hapjes së rrugës për një qytet të zhvilluar, të pastër dhe transparent? Agron, faleminderit që ke ndarë kohën të përgjigjesh në pyetjet e historit. Faleminderit Emir edhe për mundësinë të jem pjesë e intervistës tuaj. Kush është Agron Arifi për ata të cilët nuk e njohin? Agron Arifi ka lind në Tetov, është rrit në Tetov, vazhdon të jetojë në Tetov. Kam qenë filloris në shkollën Istiqbal. Shkollën e mesme e kam kryer në gjimnaz në drejtimin matematiko-natyror, maturant e vitit 2007, kurse studimet i kam kryer në Fakultetin e Stomatologjisë në Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Agron, çfarë ndryshimi ose mungesë keni parë në Këshillin Komunal që ju bën besoni se Tetova ka nevojë për një nismë të pavarur siç është MMPT? Çfarë i ka munguar këtij këshilli? E mirë, prej daljes sonë këshill nga viti 2022, e kemi parë se transparenca ka qenë e munguar ndaj qytetarëve. Këshilli komunal ka funksionuar si një makineri partijake, nuk ka pas debat, ka pas më tepër hudhje fjalësh në njëri tjetrit se sa ndonjë debat konstruktiv. Unë mendoj se duhet të ngrihet niveli në Këshillin e Komunës së Tetovës, të përkrahen punët e mira, të ngrihet zëri për punët e negative që ndodhin në qytet, gjë që këshilltarët partijak nuk e bëjnë. Ato thjesht i marrin direktivat nga udhëheqësia partijake dhe vetëm votojnë pro ose kundër dhe asgjë tjetër, domethënë, nuk ndodhen te pjesa e këshillit. Mendoni që Këshilli Komunal nuk ka qenë aq i zënshëm për problemet që kanë ndodhur në Tetovë dhe mendoni që këshilltarët më shumë kanë qenë si mekanizëm apo si një farë mënyrë makineri votuese? Padyshim që po, ajo është e vërtetuar, domethënë qytetarët e Tetovës e kanë gjerë në xhepin e tyre këtë çështje. Gjatë tyre 3 viteve derisa ne nuk ishim në këshill, u shitën ndërmarrjet publike, u shitën VKF-i i Tetovës, dikon me 1 euro metrin katror, gjë e cila nuk mundeshte të ndodhe derisa ne ishim pjesë e këshillit. Kështu që ne zotohemi përsëri se nëse jemi pjesë e këshillit, këto gjëra nuk do t'i lejojmë. Edhe do mundohemi maksimalisht të mbështesim të gjithë punët e mira të cili do kryetar që do jetë i Komunës së Tetovës, edhe t'i pengojmë ato punët e negative, fenomenet negative që ndodhin në qytet. E përmende që nëse do t'jeni pjesë e këtij këshilli, pse duhet ju votojnë qytetarët si nismë pavarur, duke marrë parasysh që më mirë për Tetovën nuk ka kandidat për kryetar komune, por vetëm një listë për këshilltarët? E mirë, unë mendoj se këshilli është pjesë shumë e rëndësishme e funksionimit të komunës. Ne ato muaj që kemi qenë në këshill e kemi vërtetuar se angazhimi jonë në këshill është punë vullnetare, e bëjmë vetëm për qytetin sepse e duam qytetin, nuk kemi bërë pjesë e pazareve partijake dhe politike asnjëherë. Çështja tjetër është se jemi munduar këtë fenomenin e këshilltarëve të cilët angazhohen vetëm për një rrokë në komunë, ta përmbysim edhe tu tregojmë se ka njerëz në qytet të cilët duan të angazhohen për qytetin e Tetovës, edhe atë rrogën nga Këshilli i Tetovës nuk e shohin domethënë si përfitim material, po ne jemi zotuar edhe kemi realizuar të gjitha pagat të cilët i kanë marrë këshilltarët tonë atëherë nga Këshilli i Komunës, i kemi donuar përsëri, ja kemi kthyer komunitetit ose qytetit. Çfarë është urgjente për të ndryshuar në qytet? Ka shumë gjëra urgjente. Fillimisht duhet të theksojmë se në qytet ka pas gjatë këtyre viteve gjëra të mira që kanë ndodhur. Dhe angazhimi jonë është të hyjmë mes partive politike që në një farë forme të bëjmë atë dallimin të mirën edhe të keqen, pasi ato më tepër merren me akuza dhe kundër akuza kundër njëri tjetrit. Për shembull, një prej çështjeve që ka qenë e mirë, ka qenë lirimi i hapësirave publike, mirë po mund të them se është bërë në mënyrë selektive. Edhe në mënyrë selektive, çfarë konkretisht e keni fjalën? Është për shembull, unë do filloj nga lagja ime, aty kemi një
një vend ku është i uzurpuar nga një person privat, edhe si lagje kemi dërguar një peticion deri te kryetari i komunës për lirimin e hapësirës publike. Ku gjendet kjo konkretisht edhe një herë? Ajo gjendet dikun aty afër Bashkës së Përgjës. Ashtu i themi ne te kjo pjesa. Edhe është konstatuar, ka ardhur edhe inspektorati komunal në vend e ka konstatuar se është hapësira uzurpuar publike, por atë kemi edhe vendim që sjell nga inspektorati, është urdhëruar pronari që ta lirojë hapësirën publike. Mirë po deri ditën e sodit ajo nuk ka ndodhur. Shpresojmë që inspektorati i komunës do të marrë hapa konkrete që ta liroj atë hapësirë, edhe rrugës që janë 101, 102, që kanë probleme me parkimin, pashtë rrugisat janë të ngushta, të rregullohet çështja e parkimit, se në shumë zona dhe bloqe të ndërtesave si kanë rregulluar dhe u kanë mundësuar qytetarëve që t'i shfrytëzojnë si hapësira parkimi. Agron, me siguri ju në plan programin tuaj keni shumë kërkesa, shumë prioritete. Mirë, po cilët janë ato 3 prioritetet kryesore që do të kërkoni të realizoni në Këshillin Komunal? Është shumë e qartë njerë shtylla jonë kryesore edhe në vitin 2021. Edhe tani është transparenca. Mendoj se pa transparencë edhe pa llogaridhënie, ky tok fjalësh që përdoret për partive politike, mirë po që asnjëherë nuk e bëjnë në realitet, duhet të ndodhe, ajo mund të ndodhe vetëm ne duke qenë brenda në Këshill. Transparenca e para, pastaj e dyta? Është kontrolli qytetar mbi punën e komunës. Domethënë ne si këshilltar duhet të nxjerrim të gjitha informatat që ndodhin brenda, vendimet që vijnë nga Këshilli Komunal, përçojmë po qytetarëve edhe të jenë të informuar. Për shembull kemi pas raste të ndryshme ku edhe planet detale urbanistike kanë kaluar, qytetarët nuk kanë qenë të informuar për atë pjesë, edhe janë përballur, është desh dalin para eskavatorëve që të ndalin, edhe sot për shembull kemi ndërtesa që janë ndërtuar, gjithçka mund të jetë legale. Mirë po, a kanë të drejtë morale ta bëjnë? Unë mendoj se nuk kanë të drejtë morale, pasi kam pa ndërtesa që janë ndërtuar mes 2 ndërtesave dhe faktikisht edhe drejtën va kanë penguar, e kanë ul cilësinë e jetës për ato banorët që jetojnë aty. Ajo që është duan ta dinë sigurisht partitë politike, por edhe qytetarët, jeni të gatshëm të bëni bashkëpunime me partitë politike dhe në cilët raste? Keni limite, keni kufizime dhe në çfarë raste do të mund që t'i aprovoni apo t'i refuzoni bashkëpunimet? Atë punë do ta tregojnë qytetarët me votë. Pas asaj ne mund të ulemi të bisedojmë. Do të thonë vijat tona të kuqe janë çështjet negative në qytet që duhet të ndalen. Për shembull, privatizimi i ndërmarrjeve publike mendojmë se është e dëmshme për Tetovan. Edhe është me formulë, me matematik e nxjerrur se i ka bërë dëm buxhetit të komunës. Për shembull, shitja e ndriçimit publik është mendoj se është një nga aspektet negative që kanë ndodhur gjatë kësaj udhëheqësie të komunës. Pastaj vija jonë e kuqe, padyshim është informatat për shitjen e ndërmarrjes së ujit, që me asnjë kush nuk do ta lejojmë. Keni qenë shumë të zënshëm për kaosin urban, mungesën e parkingjeve, heqjen e shtegut të biçikletave. Do t'i ngrisni si çështje këto përsëri në Këshill? Padyshim që po. Unë mendoj se edhe pjesa e lirimit të trotuareve është një çështje shumë e rëndësishme. Duhet fillimisht të bëhet skenimi i terrenit përreth shkollave, të lirohen trotuare që nxënësit të ecin në mënyrë pak më të lirshme, të ndjehen më të sigurt, të largohen qenë ndacak nga perimetri i shkollave. Po për qenë ndacak ne kemi një strehimore. Strehimore kemi, mirë po si qytetar nuk jemi të kënaqur me punën e strehimorëve, për shkak se mendojmë se puna e tyre është jo efikase. Unë personalisht domethënë kam kontaktuar disa herë nuk kam mund bëj kontakt. Herët tjera kur jam paraqit për çështje të caktuara, nuk kanë ardhur, domethënë të marrin masa. Mendon që strehimorja ka qenë pamjaftueshme? Mendoj se sterilizimi që e vendas është. Atë nuk e dim ne si qytetarë, domethënë nuk kemi informata se si ndodhen ajo procedurë. Mendoj se udhëheqësia e komunës duhet të merret pak më seriozisht, pasi që siguria e qytetarëve duhet të jetë prioriteti numër 1 i çdo udhëheqësie komunale. 3 shtyllat kryesore që janë pjesë e plan programit tuaj politik. Përveç pjesës së transparencës, ku hyjmë për shembull konkrete, kemi tash këtë punën e Job 2011-s, ku nuk mund t'i marrim ne informatat se cilët persona marrin honorare nga komuna, mirë po e dim shumën se është diku mbi 2 milion euro për 4 vite, është shumë e madhe që mendoj se nëse do ishte investuar
në shumë gjëra që i mungojnë qytetit, qytetarët do të kishin më shumë benefite, nuk do të kishin benefite militantët partijak. Përveç asaj pjesës, te pjesa e hapësirave të gjelbërta, mendoj se është e turpshme të thova të mbetet vetëm me 2 parqe, është parku i Xhamisë së Pashës edhe parku i Gruas, është parafërsisht dikun 8500 m2 komplet, kurse Edhe do ta cekim që ajo është Tetova një ndër qytetet që ka më pak hapësirë për metër katror. Absolutisht po. Për shembull ne kemi Gostivarin, që është dikun me 60000 m2 park, e kemi Kërçovën me 80000 m2 park, edhe e kemi dikun të Shkupin me 670.000 m2 park, kurse Tetova ka mbetur vetëm me 8500 m2 park, që mendoj se është e turpshme pasi ne fëmijët tanë detyrohemi t'i dërgojmë në për qytete tjera, sepse në Tetov nuk kemi vend ku t'i nxjerrim për rekreacion. Edhe shtylla e tretë? Shtyllën e tretë e kemi Tetovën e zhvilluar pa kaos urban. Tetova e zhvilluar pa kaos urban, mendojmë se shtegu i bicikletave është një nevojë e jashtëzakonshme për qytetarët. Unë vetë jam biciklist, e shfrytëzoj bicikletën, edhe tash ajo kishte një projekt me trotinetët që e promovoi kryetari i komunës. Po, aty dështë të ndalem, si duket vendimi apo projekti i kryetarit që promovoi trotinetët, ndërkohë nuk kemi shteg bicikletës, nuk kemi parking. Aty është absurditeti. Trotuare të uzurpuara. Projekti për trotinet është super projekt, mirë po ai projekt nuk është i kompletuar nëse mungon shtegu i bicikletave. Unë mendoj se duhet bëhet maksimumi që shtegu i bicikletave të kthehet, pasi Tetova është i vetmi qytet që ka mbetur pa shteg bicikletësh. Agron suksese dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve.